Një ditë, dikush vjen tek pejgamberi alayhis salam dhe i thot atij: "O i dërguar i Zotit, kur do të bëhet dita e gjykimit? Kur do të ndodhi kiameti?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i drejtohet me një pyetje të madhe, duke i thënë: "Çfarë ke përgatitur ti për atë ditë? Mos pyet kur do të bëhet, a bëhet sot apo nesër apo pas nesër, por pyet e veten tënde, çfarë kam përgatit unë për ditën kur do të takoj me Zotin e gjithësisë." I thot ky njeri i sinqert: "Unë nuk kam përgatit diçka të madhe për këtë ditë, por vetëm diçka e kam të qartë në zemrën tim. Allahun dhe të dërguarin e tij i du shumë. Allahun dhe të dërguarin e tij i du shumë." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i dhënë përgëzim këtij njeriu, tha: "Ti do të jesh në ditën e gjykimit me ata që i ke dashur. Me atë që e ke dashur shumë do të jesh në ditën e gjykimit. E pa dyshim që ta dush Allahun dhe ta dush pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam, do të jesh inshallah prej të shpëtuarve në ditën e gjykimit."